Kjo është rruga më e vjetër e Tiranës, rruga e Durrësit. Diçka po ndodh në rrugën e Durrësit, ne kemi qenë iniciatorët e problematikës së rrugës së Durrësit. Atëre, të presim ditën e inaugurimit. Mirupafshim. Po, ka përfunduar, ka dalë një mrekulli, kryevepër. Janë ndërhyrje të rëndësishme, madhore për infrastrukturën e këtij qyteti dhe nuk mund të realizohen pa mirëkuptimin e qytetarëve. Takzoni. Shok edhe shoqe, bashkombës, bashkëvuajtës dhe më saktë, bashk taksapagues. Ndodhem këtu në rrugën e Durrësit. Do të thoni ju përse? Për të inauguruar rrugën e Durrësit. Emisioni Alarm, bashkë me mua, ishim iniciatorët e kësaj rruge. Dhe kjo sot mbaroi. Kjo rrugë, qa multi është mëj? Multimodale ka përfunduar. Kjo rrugë u bë me taksat tona. Ta gëzojmë këtë rrugë. Ata që vinë që nga Kosova dhe ata që vinë që nga Kakavia. Ta gëzojmë këtë rrugë. Gëzuar. Le të pritet shiriti.